Kur lodhëm në kompjuterin, ulëm edhe pushoj këtu në këtë divan këtu, gjithë me kompjuterin, kur lodhëm. Edhe filloj e mendoj, kur jam edhe I lodh me pa televizor. Edhe mendoj për njerëzit që kanë lind, e që kanë ikë nga kjo botë. Mendoj për jetën time dhe jetën e gjithë njohërëve, miqve, shokëve mi, ca që jetojnë, ca që kanë ikë, ca që po jafrohen ike si puna ime. Edhe them çfarë është kjo gjë. Edhe mendoj nëse a do të jetoj njeriu gjithmonë. Edhe unë kam arrit në konkluzionin më në fund që njerëzimi jeton, por jeton në një formë tjetër, jo ashtu siç e kemi menduar ne. Jeton me dijen që në lejmë pas, me informacionet që në lejmë pas, jo me emrin, jo me bomët, jo me veprat konkrete që ngrihen e shembën siç janë për shembull hidrocentralet, piramidet, pallate, grattaciela, që ka janë këto ura gjigante, autostrada. Këto fshihen. I fshin koha. I prish njerëzimi se vin forma tjera komunikimi, jetese ku do t'jo, por është dia, është informacioni. Dhe në qoftë se informacioni nuk prishet, kalon nga I gjeneratën në tjetrën, njerëzimi jeton. Dhe atëherë, si jeton njerëzimi? Vlezër e motra, qenë ka fare thjesht. Njerëzit që shkruajnë libra, njerëzit që shpikin nuk më mërmenja që shpikin këto, si që është Einsteini, si që është Arkimedi, si që është Pascali, si që është Newton, këto nuk shpikin. Këto vetëm zbulojnë, e ka thonë më së miri Arkimedi, u vreka, u gjeka, u zbuloga, kur hynin nga vatë, edhe zhvendosi ujnë që gavata e mushën përgjysëm, me ujë u futën nga vatës në vask, edhe doli ujti edhe u derdh, që arriti që zhvendosa ajo masë që futët e dy zhvendos masën që nxjerr jashtë. Edhe nuk tha zbulova, tha u vreka, tha shqip, me ilirishtën e hershme, me pellazgjishtën e hershme, me greqishtën e hershme që është shqipja. Tha u vreka, eureka, pra u zbuloka, u gjeka. Edhe, pra janë këto informacionet, për shembull, bota e sotme, mandcakët e sotëm, shqiptarët e sotëm, njerëzimi I sotëm, si mund t'jetoj? Jeton tek poezitë e Ilirian Zhupës, për shembull, që lexova dëgjova unë, një poezi të mrekullueshme, që kishte lexuar ky Blendi Fevziu. Jeton tregimet e Faruk Myrdhejt, jeton çdo gjë që njerëzimi shkruan pra krijuesit. Krijuesit do të përçojnë diçka tonën. Ne jemi grup, ne jemi një masë, ne jemi një turm që vim dhe shkojmë.
Edhe në mes tonë, aty këtu, dalin ata që shkruaj një libër, edhe libri metet si dëdori. S'përshpun nëse metet në linjë, në online, apo në libër tamam. Edhe unë habitëm se unë që kur kam 20-30 vjetë, e më shumë, 20-30 vjetë është pak, shumë që s'lexoj. Por unë bile nuk e dija që librarinë e themi këto bookstores, si thonë, bookstores dhe shë them, bookstores, këta se librari thënë shqip bibliotekës. Bibliotekat, librari, nuk e di, ngatroj, filloj të ngatroj, po këto që shesin libra kishë llafin, bookstores e themi ne, më duket se ato quajmë librarinë. Bookstores, këtu akoma vazhdo kanë shumë të frekuentueshëm. Unë kam menduar që askush nuk lexon libra sot. Se ka ardhur koha e Instagrameve, TikTokeve, Facebookeve, YouTubeit, por njerëzit lexojnë. Edhe që rinjat lexon të libra dhe shiten libra, shumë thonë këta që shesin libra që shiten, marrin furnizime dhe zbrazën, njerëzit lexojnë, dia do të vazhdoj. Edhe pra, si jeton njeriu, unë nuk më merr mendja që ne kur të shkojmë, kur të vdesim në këtë botë, do shkojmë në një botë tjetër dhe do flasim, ashtu qoftë, po s'më merr mendja. Por ne jetojmë nëpërmjet ideve që ne lejmë mrapa. Edhe shqiva artistike, siç mund të jetë një poezi për shembull, por është ajo dhe ato njohës të mirë, të bashkohësve të vetë, se deshta është bashkomësve, bashkohësve të vetë, këto e gdhendin vetën tonë në krimet e tyre për mrekulli dhe e çojnë përpara. Pra, në këtë botë, ndaj shpesh, se s'kam arritur shpesh herë të mendoj që thonë për shembull që perëndorët, udhëheqësit të vendit, komandantët ushtrive, do mbahen mend gjithmonë, mbahen mend deri diku, po bëmat nuk janë të atyre që luftojnë, të atyre që qeverisin vendin, janë të Aristotelit, janë të Homerit, në qoftë se Homeri ka ekzistu, janë të Shakespeare-it. Pra, unë mendoj unë, që krijuesit, disa çojnë dijen, po ato që përsjellin shpirtin e njeriut janë krijuesit letrar. Ato e materializojnë vetën tonë në formë idesh që do meten mrapa nesh, ne kur t'ikim ne ato vazhdojnë t'jenë, ne metemi prapa, idetë shkojnë të jenë për gjithmonë. Pra kjo është ajo që ne e gdhendim vetën, kjo është ajo që ne bëhemi të përjetshëm. Varet sa mes tonë nga ne, në kohën që ne jetojmë, sa njerëz të mëdhenj, me shpirt madh, dalin në gdhendin neve, në për librat që ata shkruajnë, edhe në përsjellin, tek brezat që vinë. Nuk e di se çfarë fola, se unë po bëj pak pushim nga lodhja kur punoj aty në kompjuter. Sami Gjoga i përshëndet.